ka 100 terasat restoraneve aty që ndalë kundërligjshëm, vazhdojnë atë punojnë, si pengojnë këto hiç me marrë restoran. A me shtru kanalizim objekti i trashëgimisë për cilin ata mund ka ndalë punën nuk shihet. Prej ndërhyrjeve çfarë kemi filluar bisedën prej një harte e cila nuk ekziston fare. Nuk është mirë, ama keni marrë pjesë. Shumë senes janë. Plani zhvillimor se keni ta aprovuar? Së kole po vazhdoni? Edhe jemi për me aprovu këtë hartë. Mirë, po plot sene i keni të pa aprovuar. Edhe zonën mbrojtëse. Po zhkëna, e kita aprovuar? Edhe zonën mbrojtëse. Aprovuar edhe pigrapunës. Apo? Edhe zonën mbrojtëse. Jemi për me aprovu. Nuk jemi kundër kësaj harte. Sepse kemi kontribu në ndërtimin e kësaj harte për mes drejtorve që i ka dërgu kryetari Rama në këtë grupin punues që e ka nxjerrë strategjin. Pro mbrojtjes jemi, pro dizajnimit të qendrës historike dhe përcaktimit edhe të zonës mbrojtëse. Edhe pro zhvillimit të kontrolluar. Askush në këto situata nuk është të kontestu legitimitetin e bashkëpunimit të ministrisë dhe komunës. Po du me dalë të zgjidhje. Por, ne jemi në një situatë ku kanë dalë me inspektor jashtë hapësirave zyrtare edhe i nalin, pse i nalin, sepse e kanë policin mrapa. A bon tash, ka ardhë vendime. Sepse unë e penale me nuk atë ndalesën e punimeve, ani pse ata e kanë bërë të kundërligjshëm. Ju e dini, 20 sa vjet aty ka qeni kundërmim bashkë të objekti, bashki sindikatë. Se ju ka nalë aty? Çka është baza? Sepse prej objektit Ministrisë të Kulturës, kanalizimi është derdhë kundërligjshëm në rrjet të ujrave atmosferike. Dhe këtë e kemi identifiku vetëm masi e kemi hapë atë pjesë. Kur e kemi hapë, e kemi lidhë ashtu siç duhet në rrjet të kanalizimit të ujrave të zeza dhe kanë ardhur dhe kanë dalë punimet. Ka ndërhyrje vetëm sipërfaqësore. Ua kam shpjegu, kam baj takim. Sokola, mund të rikujtuve që hiqet në bas shkafit e kanë bua ndaljen. Shka ju jeni duke interpretu? Po hiqet asfalti edhe po vendosën plaka. Mirë po, që ka thonë inspektorati? Jeni tu? Ka thonë që është afër shtëpis njona prej shtëpiave që është në listën e mbrojtjes. Në hapësirën e qendrës historike. Dhe shtëpia monumenti afër në mbrojtje. Se kypët e kanalizimit nuk me hi? Ju thatë, gjdo krijimtari, gjdo ndërhyrje, gjdo lloj ndërhyrje, që bëhet, më falni, unë jam rritë me atë ligjë, gjdo lloj ndërhyrje, që bëhet, apo çfarë do lloj krijimtarie në hapësirë, termi objekt, që po e përmendni, për mu është tepër shqetësues, objekt kategorie trashëgimisë kulturore o trashëgimia e luajtshme. Jo kjo. Kemi të bëjmë me hapësirë, e cila në mbrojtje dhe ligji e kanalizimi. Gjejlone, jemi ty e po, është ndërhyrje e pa autorizuar, nuk kanë apliku në institucionin kompetent. Do me thonë, qka do që bojnë qendë? Qka do që bojnë qendë? A bën edhe diçka. Çdo krijimtari se definon, ne jo neni 3, po neni 4.9. I kemi mbyll disa gropa. Po ashtu. Çdo krijimtari. Pse s'kemi kërku bashkëmetrim? Ka ndodhni, e para nuk kemi kërku çdo krijimtari çka nuk kupton, se me hy me renovu asfaltin, i cili është i njëjti planifikum, me himndru gypat e kanalizimit. Po ti duhesh me lajmëru. Po duhet me lajmëru, po duhesh me lajmëru. Duhet me lajmëru kur hyun e këshyrin katastër, edhe shoh që ka diçka. Kur hyj edhe këshyrin katastërën për asfaltimin e rrugës Agim Ramadani, kam procedim në gjykatë. Domethënë, është e dini, rruga ka qenë e dëmtuar, edhe e kam përmirësuar rrugën. E kam asfaltuar, jemi mundu me forcu mirë që mos me... A ke pas shërita, ta ka nalë aty punën, te Agim Ramadani? Kanë dërgu shkres për me nalë punën, veç nuk jo me këtë interpretem, na po dojna me nalë komunave dhe mi pastru rrugë të cilat janë mbrojtjet të qendrave historike edhe mi ndryshu poqat elektrike. Kjo është e ka gropu, po me arsyet kanalizimit. More unë edhe mrapa fakultetit ekonomik, kom gropu. Edhe ajo është mrena qendrës historike. Edhe fakulteti ekonomik ka kanalizim. Ç'to është problemi? Jo, edhe ju kom tregu inspektorit, ju kom thonë, ndëgjam, jam edhe mrapa fakultetit ekonomik, është mrena të njëjtit territor, po ashtu të gropu. Jo, kom dashur me hap kanalizim se është bloku kanalizim edhe ju ka hyrë kodrum. Jo, sepse atje nuk shihet.
Edhe qëllimi, interpretime që po i bëni, se di shumë mirë njerë që punojnë inspektorat dhe si punojnë inspektorat. Nuk janë i veç ju, tjetër është që nuk janë publike. Te rruga Bajram Kelmeni, po ashtu kom hap kanalizim, kom bo prerjet rrugës, edhe ajo është pjesë e qendrës historike. Në gjithë me gjamine mesme. Edhe aty e ndërprepur? Edhe aty, jo nuk e ndërprepur. Aty ku ka ndalë gjurmë të arkeologjike? Jo, ajo është e kitësit, nuk është e jona, është e operatorve të energjit. Gjamia mesme është mes gjamis qarshis edhe gjamis të madhe. Gjamine mesme. Po, më tha tjetër konta, është për që ata po ta spjegoj se... Gjamia mesme, gjamia e Sharpashës. Po, që ashtu i thojmë gjithë gjamia mesme. Aty ka pas pashtu një problem e kanalizim. Kemi dalë, nuk kemi lyp leje, e kemi përmirësu kanalizimin. Jo. Se s'ta ka nalë? Se nuk është në pamje, nuk është në pamje. A është i mundës se për që aty vjen konkluzioni. Dhe këtu vjen konkluzioni. Nuk janë paragjykime. Qka ka ma me rëndësi në aspektin e trashëgimis kulturore se sa 3 gjamit aty afër muzeut. Ka shumë. Krejt hapsira. Shumë duhemi me folë. 500 vjeqare. Në një forum tjetër bisedojmë për stratografin dhe karakteristikat e qendrës historike të Prishtinës. Ku është ky inspektoriat me këtë ndërtimet pa leje që janë batu, me këtë terasat që janë bën këtë zonë, kjo rrugë që po e shohim këtu, i ka 100 terasat restoraneve aty që janë dalë kundërligjshëm, vazhdojnë atë punojnë, si pengojnë këto hiç, me marrë restoran. A me shtru kanalizim po. Objekti i trashëgimis për cilin ata mund ma kanë dalë punën nuk shihet prej ndërhyrjeve çfarë po kërkohet shumë sqarime. Këto janë bo jeta për arsye që tashmë janë të qarta, sepse njeri që i ka bloku këto punime sot është tu e pretendu me qeverisë Prishtinën, sepse i ka nalë vetëm punimet që kam vizibilitet prej masës. Absolut, një ministër i kulturës nuk ka qasje në inspektorat me urdhnu, ka të drejtë si çdo kush, me lajmëru rastin, por jo me urdhnu i ka zgjedhë vetëm projektet që kam vizibilitet. Kështu është e vërtet, se ju s'keni informacione. Unë falni, por nuk keni informacione. Nuk ju pengon. Veç duheni me kuptu. Përveç inspektoratit të trashëgimisë kulturore, ekziston inspekcioni i ndërtimit të komunës dhe inspekcioni i ndërtimit ministri në nivelin qendror.